Ka ishte Merita Halili, lulet bukra ka Tirana. Tirana, një këngë e paharueshme. Edhe Prishtina, edhe Gërmia, apo jo? Tham në fillim fare që kanë qenë lulet në Gërmi, si quhen ato lulet që dikur mblidheshin ato të verdha, lule vjollc edhe që kanë një aromë shumë të mirë. Që ne nuk kishim mundësi të dërgonim shqyqyr lule të plastikës në atë kohë, për shembull mësuesve, me që po vjen edhe dita e mësuesit. Mësuesit 7 marsi, por që edhe tash nuk merren lule plastike. Por ne nuk i mbledhim, fëmijët tash nuk i mbledhin, por prindrit ua sjellin ua blejnë të gatshme një buqet me lule dhe ja dhurojnë me dashuri. Besa, dhe ato që duken të gjalla që kanë ardhur ande këndej, nuk është se kanë ndonjë aromë si ato të malit, ë? Jo, nuk e kanë aromë. Jemi bio, ne flasim për gjëra bio, kur kujtojmë të kaluarën. Sa mirë do të ishte të flasim sot për gjëra bio. Sot për sot do të flasim për gjëra bio, që të mos shtojmë shumë peshë, duke ditë që edhe sot shënohet dita për luftimin e obezitetit apo të mbipeshës. Dhe kush më mirë se sa aktiviteti fizik do ta parandalonte. Shikoje më Afrodita. Wow, na ka ftoft. Kjo është. Ne po flasim me Afrodita Tegat. Bravo Afrodita, ndroj tani dorën. Ndroj dorën, merr mikrofonin në dorën tjetër. Se tu ka lodh dora e djathtë. Jo, duhet edhe dora tjetër ti bëj një pesë. Të përshëndesim. Ndërsa këto pas do t'i marrim e do të ushtrojmë e tho. Mirë, bravo. Na e thuj edhe një herë Afrodita se s'kemi dëgju hiç. Afrodita më thuaj sa kilogram ishte? Sot të shënojmë ditën e obezitetit. Ta shoh se e mora në shpejtësi, nuk e di sa kilogrami kishte. Tash do ta vërtetojmë. Shikoje pak. 7 po shkruan, jo, 17 maksi. 17, nuk është për ty. Imaginu si ekspert. Është, po e shet që është. Mirë. Afrodita, ne të dinim të merrin ndonjë 25 Mos marrim kohën duke bashkëbiseduar bashkë, sigurisht se shikuesit po presin të flasim me atë që vërtet e njeh këtë fushë, e që është Vlora Saliu, që do të na flas në këtë ditë të obezitetit se çfarë duhet të bëjmë për të hequr kilogramët e tepërt, të cilët nuk na ndihmojnë vetëm për të dukur bukur, por edhe për të qenë më të shëndetshëm. Por edhe çfarë duhet të ham, cilat janë pra teknikat më të mira, po format më të mira për të hequr kilogramët e tepër që mund të kemi gabuar në ushqyerje apo nuk kemi lëvizur, por çka mund të bëjmë? Asnjëherë nuk është vonë për të kthyer vëmendjen nga shëndeti, e sigurisht që këshillat më të mira i marrim sot në këtë ditë që shënohet gjithandej në botë, edhe nga ekspertët e kësaj fushë. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve. Pasi që sot shënon dita ndërkombëtare e obezitetit, jemi këtu që të japim disa këshilla që si të jemi të shëndetshëm, të qëndrojmë të shëndetshëm në jetë, në ushqim dhe në aktivitete fizike. Përndryshe, si çdo ditë tjetër edhe sot jeni zgjuar herët, keni kryer aktivitete fizike për vete dhe për klientët tuaja. Po. Çdo herë, domethënë është rutina e njëjtë për ne, zgjohemi herët në mëngjes në ora 6, startojmë punën, fillojmë me aktivitet fizik, domethënë për veten, për klientët, dhe mundohemi që të japim këshilla çdo ditë më shumë se si duhet të jetë mirëqenia fizike e një jete të shëndetshme. Duke pasur një mirëqenie fizike, sigurisht pastaj kemi edhe një mirëqenie mendore që njëra pa tjetrën Njëra pa tjetrën nuk mund të jenë kursesi. Pra pasi që siç po flasim për obezitetin, obeziteti quhet një sëmundje në termet mjekësore, pasi që është diçka që jo nuk është shumë e thjeshtë për të i kaluar atë, dhe normalisht që pasi e shohim vetëm që po kalojmë në disa faza tjera jetësore, mundohemi që të marrim hapa të ndryshme jetësor, që të fillojmë aktivitet fizik, të kujdesemi për ushqim, pavarësisht nëse ke kohë apo jo, se me çfarë aktiviteti të merresh, mund të fillosh vetëm me ecje, edhe ecja ndikon tek personat që janë obez, dhe është mirë që të ndalohet ajo paraprakisht, pasi që shkak i obezitetit mund të vinë edhe shumë sëmundje të ndryshme, të cilat mund të kushtojnë me jetë, dhe prandaj preferohet që të mos të arrijë deri tek ajo pika. Sigurisht që nga përvoja jote dhe nga njohuritë tua në fushën e shëndetit fizik dhe aktiviteteve sportive,
Keni pasur shumë kliente që ju keni ndihmuar për të hequr kilogramët e tepër, për të kthyer në formën e duhur, për t'i ndihmuar pra që edhe të duken mirë me shëndetin, edhe të duken mirë me pamjen e tyre fizike. Dhe cilat janë mbase 3 hapat e parë që duhet të merren për të krijuar një disiplinë të mirë karshi mirëqenies fizike dhe mendore. Momentin që ti e sheh veten tënde, momentin që ti e sheh veten tënde se po i kalon linja trupore të tua, pasi obeziteti është deponimi i shtresave të indit dhjamor në trupin tuaj, rritja e BMI-s në trupin tënd dhe të i kalon pesha trupore me masën trupore, në këtë rast quhet obezitet. Në momentin kur i të i kalon këto, hapi i parë është që të miremi me aktivitet fizik, por aktiviteti fizik çdo herë duhet të shoqërohet me të ushqyerje. Do të thonë njëra pa tjetrën nuk ka rezultat. Po, dhe pika tjetër është që të krijohet një rutinë e shëndetshme, do të thonë të ketë rutinë, jo vetëm të startoj disa muaj, disa javë ose pak më pak ose pak më shumë, për ta ketë rutinë jetësore, do të thonë të fillojmë me aktivitet dhe të mos ndalet asnjëherë, pasi po flasim për persona që janë obez. Ata duhet të kenë shumë durim, pasi që nëse vetëm e kanë lënë veten të arrijë deri në atë pikën e obezitetit, normalisht që duhet të kenë durim pak më shumë, pasi që puna me ata persona është pak më e gjatë dhe duhet të kenë durim më shumë. Dhe është këtu gabimi që pas një fillimi të mbar mund të dorëzohen edhe të kthehen rutinës e cila nuk ka qenë adekuate gjatë viteve të tyre të jetës, qofshin shkurt apo të gjata. Po ka persona që fillojnë, domethënë, këtë sistem të jetës, edhe dorëzohen lehtë, mirë, po është kryesorja, domethënë, thelbi kryesor është të mos dorëzohen, të vazhdojnë me rutinën e tyre jetësore, pasi që ne pavarësisht që po flasim për pamjen fizike, është shumë e rëndësishme aspekti mjekësor, të cilën unë e vlerësoj tepërshëm, pasi që nëse ti nuk je në jetë të shëndetshme, nuk ka shumë rëndësi pamja fizike, pasi që prej obezitetit mund të vinë shumë smundje të ndryshme, smundje të diabetit, smundje kardiovaskulare, smundje të nyjeve, të bushteve kurrizore, të gjithçka mund të arrihet prej peshës shumë të madhe të trupit, pasi që trupi jo nuk është i përballuar, që nuk është i ndërtuar që të përballojë ato pesha të larta dhe për atë shkak arrihen deri tek smundjet. Sa kohë na duhet për të rikthyer në formën e duhur apo për të parë rezultatet e para ata që janë obez apo edhe dikush që ka pak më shumë kilogram se sa për masat e duhura trupore? Po kur fillojmë me një putje me gjatësinë të gjitha ato që duhet t'i kemë. Po kur fillojmë me aktivitet fizik, duke pas lidhshmëri të ushqyerit dhe aktiviteti fizik, arrihen shumë shpejt. Brenda një muaji ti mund të shifësh një rezultat 2 deri në 3. Ka persona që humbin deri 5 kg, mirë po 4 kg për një muaj është idealja, edhe pastaj mund të vazhdojnë tutje. Trupi jon kalon në disa faza. Ka disa faza të luhatjeve që e humb pesha shumë shpejt, pastaj janë disa faza që stagnon trupi, edhe aty është, domethënë, sfida më e madhe e trupit e njeriut për me vazhdu tutje, pasi që në atë stagnim është një luftë trupi me njeriun, edhe pastaj vazhdon edhe pjesa tjetër që arrit rezultatet tepër shpejt. Ashtu momenti kritik që njerëzit dorëzohen. Momenti kritik, po, është shumë kritik edhe mundona m'ja tregu që të fazët të durime që duhet në këtë fazë, duhet të kesh durim, të mos stagnosh edhe të vazhdosh me aktivitet fizik, edhe pastaj e shef rezultatin që ti e dëshiron, edhe je i kënaqur normalisht. Dhe ka klientët të cilat janë dorëzuar edhe ka klientët të cilat e kanë sfiduar këtë vështirësi, nëse mund ta themi. Ka kliente që je kanë sfidu dhe me thonë këtë vështërsi edhe janë da të kënaqura edhe tani jetojnë të lumtura normalisht. Mirë po pa tjetër që duhet me mirë mbajt në vazhdimësi, por jo me atë intenzitet të cilin kanë qenë më herët, mirë po me një intenzitet më të vogël, vetëm sa për mirë mbajtje të peshës trupore. Dhe kur i kemi kilogram e duhur në përputhje me përmasa tona trupore, sa herë në javë është mirë të ushtrohet dhe çfarë duhet të ushtrojmë që të kemi jo vetëm kilogram më pak, por edhe të kemi muskuj të ndërtuar dhe një trup me kondicion, me fuqi për të përballuar
gjithë atë energji që mund ta prodhoj trupi. Po, duke pasur parasysh jetën dinamike të cilën po jetojmë tani, normalisht çdo person ka ku mja kushtu vetës të paktën 30 minuta ose 40 minuta në ditë dhe mundon atë paktën 3 ose 4 herë në javë, nëse ka shumë ngarkesa të tjera, të ketë, do me thonë, 3 deri në 4 herë në javë të jetë çdo herë në ushtrime. Ndërsa dallimi mes lëvizjeve ecjes për shembull, jo të shpejtë, ngadalshme, me një ushtrim 30 minutësh një ditë me intensitet pak më të lartë. Ku më shumë mund të shohim rezultatet, po flasim në kohë zgjatje? Po, pasi që Një sistematike nëse vazhdon. pasi kur arrim të kjo çështje, kjo ka të bëjë me proceset fiziologjike të trupit dhe konstruktit anatomik të trupit dhe mundohemi që ta sqarojmë sepse ka të bëjë nëse ngarkesa rritet, të rarat e zemrës rriten edhe qarkullimi i gjakut pumpon zemra, do me thonë pumpon gjak më shumë dhe na djersit me ritmi temperaturën e trupit. Në atë moment, mbas të rarave të zemrës, do me thonë po flasim, në atë moment shtresat e indit diamor, do me thonë fillojnë të shkrihen dhe në atë moment fillojnë të shihet rezultati. Mirë po kur jemi tek fillestarët, po flasim për ecje, mjafton edhe ajo ecje, mirë po ecja duhet të bëhet pak më shpejt, jo shumë e ngadalshme. E rëndësishme është që të arrihet të ritmi të rarat e zemrës në mënyrë që trupi të fillojë të pumpojë gjak më shumë dhe të qarkullojë lëvizshmëria e trupit për të humbur energjitë të cilat i ka të depunuara. Por sidoqoftë, mundemi apo s'mundemi të ushtrojmë me intensitet të lartë, është më rëndësishme lëvizim, ajo është domosdoshme. Po. Lëvizja, do me thonë, është procesi kryesor për të pasur një jetë të shëndetshme. Nëse ne nuk lëvizim as pak, normalisht që mbetemi aty ku jemi dhe është rëndësishme pra ecje, është rëndësishme vetëm të kesh një aktivitet fizik. Ndërsa t'i kthehemi kolegëve të mi në studio të shohim nëse kemi kohë, sepse po qëndruam flasim këtu, unë e kam shumë për çefi. Këtë hapësirë, kështu që na jepni një sinjal. Do t'ju japim kohë edhe 5 minuta. Ushtrimeve sepse është pjesa mbase më e mirë. Edhe 5 minuta dhe mos më harro ta pyesësh të lutem të ftuarën tënde se ka qenë gjithmonë kështu elegante apo fal Fitnessi po e bën vete. Fitnessit e të tjera, okay? Këtë pyetje dua, ndërkohë dhe 5 minuta mund të bisedosh me ta. E më pas vazhdoj ushtrimet. Përgjigjen po më mirë ta thot vetë Flora. Kolegu i Maxi thotë, a keni qenë gjithmonë kështu në formë, apo ndonjëherë mban mend veten edhe më ndryshe? Pak a shumë kjo ishte pyetja. Jo, ndonjëherë, unë çdo herë prej vogël kam qenë sportiste dhe normalisht që jam munduar të mbaj linjat e mia në këtë formë dhe nuk ndryshoj asnjëherë. Ndërsa ne, si puna ime, për shembull që ka pas ramjet, ngritjet e veta, nuk është marrë gjithmonë me aktivitete fizike veçanërisht të natyrës sate, çfarë duhet të bëjmë? Dhe është e mirë për shëndetit kemi ulje dhe ngritje në peshë, apo ndërprerje dhe fillim të aktivitetit fizik, qoftë të lehtë apo pak me intensitet më të lartë. Normalisht me vitet më parë, aktiviteti fizik nuk ka qenë shumë i inkuaruar në mjedisin tonë dhe nuk kanë ditur shumë rëndësinë e tyre se çfarë mund të ketë në shëndetin e tyre dhe tani janë vetëdijsuar shumë njerëzit edhe po e shohin që përmes aktivitetit fizik shumë sëmundje të ndryshme po i shërojnë dhe po ndjehen shumë mirë. Pavarësisht pamja fizike, si që thashtë edhe më herët, shëndeti ka shumë rëndësi dhe gjendja psiqike që është shumë e ngarkuar, i gjithë stresi do me thonë largohet përmes aktivitetit fizik, edhe normalisht trupi jonë preferohet që të krijohet një stabilitet i trupit, mos ketë luhatje dhe ngritje dhe ramje shumë të shpeshta, do me thënë peshë, momentin që kemi arritur një peshë që ti dëshiron është mirë që të mbahet në atë peshë për disa muaj, disa vite dhe pastaj trupi jonë e kalkulon atë peshë dhe ma nuk keni ngritje ose ulje të peshës. Do me thënë unë që 10 vite jam 61 kg edhe asnjëherë nuk kam ngritje ose rënje të peshës trupore. Shkurt, si me humb 2 kg, sepse minutat po na shkojnë dhe pastaj do të demonstrojmë diçka në shpejtësi. Po, patjetër. Si me humb 2 kg. 2 kg, të cilat po i mbesin aty dhe s'ka punë që i heq. Për me humb 2 kg ka shumë rëndësi, shkurt me thanë, letë është me thanë po i humbi 2 kg, mirë po ka shumë rëndësi metabolizmit njeriut,
procesi i aktivitetit fizik edhe të ushqyerit. Do me thënë janë 3 faktorë që ndikojnë kësh në uljen e kilogrameve të tepërta. Se ka klienta që vinë edhe thonë po du me hek 10 kg, kretë në varë çfarë metabolizmi ki të shpejt, nga dalshëm, sa e lodh vetën e ushtrimes, sa e rrit ngarkesat fizike edhe si ushqesh. Dërsa ne po e bëjmë një sfidë publike bashkë, sa kohë pra t'i jap vetës unë për të humbur këta 2 kg, të cilët më janë bërë të domosdoshëm për të hequr. Krejnë varësisht të çfarë ushtrimi e të përdore dhe çfarë ushqimi e të bë. Do të konsultohemi më pas, jam duke bërë punën e dur apo jo? Po, ta mbajmë një seancë tash të stërvitjeve dhe shohim se a ki me i hum 2 kg apo jo. Pra, po ekzekutojmë diçka që na preferon pra Vlora, ndërsa unë i përshëndes shikuesit dhe juve në studio, na jepni pak hapësirë për të demonstruar njën nga shumë ushtrimet sigurisht që na sugjeron Vlora sot. Ta lëm mikrofonin këtu. Ajo që na duhet ky llastik flokësh, edhe shohim sa Saitin e kemi kolegun tim I cili na përcjell me kamerë. Do me hum 2 kg. Ngreto edhe ngritëm peshat lartë. U kryt. Ka shumë ushtrime të cilat ndikojnë të një dhe Do ta interpretash. si Mesazh orë apo besoj që Në fakt, tani nuk kam mikrofonin, në thamë e pam, kur të vi tani me 2 kg më pak afërdita do ta njohim. Për 2 minuta. Po më duket me muskull, me që kishim marrë atë. 17 kg që në dorë. Kur e pa 17, prandaj ne thonë kaloj te dora tjetër. Me thënë të drejtën është shumë mirë, është koha, sepse po vjen vera, është koha me thënë drejtën edhe për t'i kushtuar rëndësi shumë shëndetit tuaj. Ja po shohim ushtrimet të cilat janë duke I preferu dhe palestra natyrisht është njëra, por e rëndësishme është të lëvizim.